kështu veç pak e bujmë me dur, nuk ka nevojë shumë me nxesh ose me punu. Për shkak se realisht kur kjo është me miell integral, edhe të njëjtën kohë është edhe me tharm, edhe i duhet pak ma shumë e qëndru. Tash pasi që kemi bukshë. Lena, se Lena ta nuk jam eksperte e brumit, po ta dhoni këshillë që e përdori. Moj e brumin lartë dishpak. Përshë që kjo sasia e miellit që po shihet, për mes me të mbejt që shto, ka ma kam su nona, e merë vojnë edhe qëtë që të tejna. Edhe kër e merë tash, për shamull shoj e brumin, ja qëtë vojnë edhe kër e përzin tash, se unë s'kam dorza, se ta kësha bo. Ajo mirët komplet, as një tro, as një pjesë e miellit nuk metë edhe brumi merë një sasi, një të shtrajtë shumë, edhe ena metë e pastër komplet, dhe gjetje të miellit, sepse është një taktik që asë nëse kom ditë lenë, po ma kam su nona dhe besoj që nona e kam su prej nonës vetë. Se ekspert e brumit se me të mirë të gatimeve me brum. E di ma tha dhe ma herët. Që që kur e përdorë, që tash e përdore pak, që merë tash brumi lartë, e shesa pak, ena me të pastër nëse e përdorë në kohën e dur. Sa po vjen koha me e përmbyll këtë mjanë zonë këtizën që thojna. Edhe atë mbet pastër, mu kër e bëj brumin linë, ena mbet komplet e pastër. Me vaj bëhet kja. Sa minuta e lajmë linë me pushu brumin? Qëto e lojmë afërsisht 40 minuta deri një orë. Zakonisht për më bu ma shpejt, bën nësë është fura veç pak ma ngratë, me mbulu mirë edhe me mbulu me diçka edhe me lanë furë. Bën edhe gjusora. Edhe ma herët, po. Kështu që po kthehemi, na kthehemi shumë shpejt, po na duhemi me prit 40 minuta.